Perfil, që është si cigare në natyrë. Po edhe po ta shkruajmë telefon, trifolium, angustifolium, na del me të vërtet një cigare me ngjyrë të bardhë, edhe me ato gjethet e gjelbra, me atë kërcellin e gjatë. Shumë interesante. Atëre, nëse kjo përzihet për shembull me pak sherebel, edhe me pak duhan, edhe pleksim cigaren e pinë. Tek persona sidomos që e pinë cigare me të drejtë, pra, kështu e thënë edhe në zhargon. Po, edhe ai që e vendos për shembull që ta pi duhanin më rrallë ose ta ndërpres, nganjëherë unë them ka një mënyrë shumë thjeshtë, cila lagë cigaren me ujë ndizë edhe pije ose mbaje në gojë kështu. Ka do pi shumë pak tër ditën, 2-3. Po sigurisht. Ndërsa po ta pleksi me këtë bimën, kjo do filloj të digjet njësoj si duhani, digjet bashkarisht me të, dhe mandej do të ndodhi ajo mrekullia. Aty në mushkri, ku janë këto receptorët, e kënaqjes ose të kënaqësisë me këtë nikotinën e duhanit, fillon që të çoroditen dhe të ulet ajo dëshira për të pirë duhan. Atëre, nëse ky do të ndiste një cigare, le të themi, në çdo 10 minuta, shtyhet pak ajo faza e ndezis së tjetrit, dhe në këtë mënyrë ky vazhdon që të bëj atë rrallimin e pirjes së cigareve, dhe njëkohësisht mundet që t'i themi, pi ndonjë çaj detox, në mënyrë që të pastroj mëlçin nga këto toksina. Cili është një çaj detox më i duhuri në raste të tilla? Çfarë kombini me shka? Për shembull, mund të përdorim angjinaren, mund të përdorim këtë gjembin e gomarit, ka të silimarinën, mund të përdorim kurkumin, atë shafranin e indis. Pra, bimë të cilat, boronicën e zezë, hithrat, radhiqet, ka plot bimë në Shqipëri. I kombinojmë të gjitha bashkë, apo mund të kombinojmë 2-3 së bashku. Nëse mund t'i themi për shembull kë me kë mund të kombinojmë. Hithra me radhiqen shkojnë shumë mirë, edhe me lëpjetën dhe mund të bëjnë byrek. Dhe ky që pi duhan është fumator, domethënë, ndoshta nuk do që ta pi një çaj, se do thot unë s'vuaj, domethënë gjyshi im s'ka vuajtur nga duhani. Se duhet. Por mamaja ja merr ja pregatit byrekun dhe ai ha 2 copa byreku dhe këto tash fitokimikatet do të shkojnë pa diskutim në gjak, do të shkojnë në mëlçi e pastrojnë atë dhe ulin atë nivelin e kotininës që ndodhet dhe të nikotinës. Pra, mundet që të bëhet byrek tashmë, që edhe ta shijosh, le të themi si proces, qofse ty nuk të pëlqen çaji. Dhe ti bën një pastrim të toksinave nga trupi. Duket një lloj kamuflimi. Ndërkohë nga ana tjetër, pjesa e sekrecioneve të duhanit është diçka që i shqetëson shumë edhe ata që e pinë, por edhe kur e lën individ të caktuar, vazhdojnë ende me ato sekrecionet e duhanit, me problemet me kollitjen. Çfarë mund të jenë disa metoda për t'i shmangur, për t'i kuruar? Atëherë morëm pak kështu cigare, e pim dhe tymin, e çlironim me një letër cigare. Dhe i vum të dy ato letrat, një të pa përdorur dhe këtë të përdorur. Dhe i tregoj një të riu, duan pirë, se shikon si u bë kjo e bardha, shiko, mori një ngjyrë kafe. Ke vënë re ata që kanë kështu soba druri në shtëpi, çfarë bëjnë ata në fillim të vjeshtës? Pastrojnë oxhakun, pse? Sepse ajo bloza është ngjitur në përmure dhe e ka ngushtuar atë diametrin e oxhakut. Kështu që ai punon më pak, heq më pak. Prandaj njerëzit nga provoja janë mësuar e pastrojnë atë ose e djegin. Kështu bën edhe mushkrit, ju flasun nga njëherë të rinjve, kështu bën edhe mushkrit tuaja. Ato alveolat vishen me këtë blozën e duhanit dhe është shumë e vështirë që të ndodhi shkëmbimi midis oksigjenit dhe gazit karbonik në mushkëri. E vërtet, vështirësohet kjo. Po si imazh, a e dalloni ju direkt një duhanpirës dhe një jo duhanpirës nga fytyra, ndoshta rrudha, ngjyra? Krijon rrudha në fytyrë dhe ai që është duhanpirës nuk është i skuqur nga fytyra. Nuk ka ngjyrat, pra. Nuk ka ngjyrë të bukur të kuqe. Ai nga njëherë ajo lëkura sikur bëhet me trash, me ashpërsuar, dhe ngjyra jo e kuqurrent, lëkura jo fine, fëminore, le të themi, por fillojnë që ato qelizat e sipërme në epitelin e lëkurës të vinë duke u ngjeshur dhe po t'i shohësh edhe tek femrat e kanë atë tendencën e krijimit të rrudhave që në moshën 45-50 vjeç.
Okej, pra duket, ju arrini të dalloni, të bëni diferencën në imazh direkt një njeri. Po pas ki emisioni ato goca që pinë do na shajnë. Kamuflim. Po Edhe mundet, por duhet duhet t'i themi gjërat paktën ashtu siç janë, pa make-up. Normalisht edhe numri është shumë shtuar tashmë i vajzave, kështu që le të jetë edhe për vajzat ky emision, jo vetëm për djemë, se djemë dihet botërisht që e kanë pirë cigaren, po të paktën është një numër i shtuar shumë i vajzave. Si që edhe ka që nuk pinë, pra, edhe nga në tjetër, si që janë edhe vajzat që pinë, nuk pinë ka. Por flasin për këta, këtë kontingent që nuk... Shumica janë të mrekullueshëm. Okej. Pakica, ndoshta mund të tentoj që ta infektoj atë pjesën tjetër, por kur ata nuk kanë devijuar nga rruga, mendoj unë, nga mosha për shembull 16, 17, 18, 20, 22 e kështu me radhë, nuk do ta kenë atë dëshirën ose atë ndjesinë për ta pirë një cigare si shkëndij të parë dhe pastaj të mos i ndanë. Kontrolli normalisht në ato moshat duhet, moshat e gjimnazit, se atëherë fillon kjo pjesa e... Që aty duhet jetë që roli i prindit. Po, sa aty të duket sikur ti nuk do as i gjë t'ja dish, nuk do as i mesazh, do të thënë nuk do as nga këto mesazhe që të bën dëm, të dëmton, kujdes, mos e pi dhe gjitha këto merat. Po ndërkohë nuk tham këtë pjesën që nëse përdorim këtë detoxin, këtë çajin, bimën, gjithashtu tërfilit, për sa kohë mund të rezultojë një individ që ta ketë lënë totalisht duanin? Po mund të ndodhi që brenda një muaj ai mos të ketë më asnjë dëshirë ose ndjesi për ta pirë. Brenda një muaj? Po, sepse ai mund të përdori edhe pak mendër, edhe pak mente, edhe pak barblete, që në moment që truri jep ata agresivitetin, se duken të gjitha këto sikur kanë një indikacion djegëse, domethënë freskie ose erëze, pra. Nga mentoli, patjetër. Nga mentoli, janë freskuese në vetvete dhe kur ti e pi këtë çaj për shembull, me mente ose me mendrën e butë ose me atë melisën që është e mrekullueshme, atëherë kur futet ai tymi duhanit pas kësaj në mushkëri, stonon nga një freski kalon në një ndrydhje ajo mushkëria dhe atë nuk e nxit njeriu që ta thithi përsëri duhanin. Sepse le të themi ka djegësinë e fytit edhe të gjithë mushkërisë. Shumë interesante të gjitha të thëna kështu edhe të dhëna edhe si mesazhe, por edhe të dhëna kaq qartësisht edhe si teknika për të realizuar. Edhe teknika pastrimi, edhe teknika parandalimi. Kështu që shumë kënaqësi që zhvillon këtë bisedë. Faleminderit shumë. Ditë mbar. Ishte edhe jonë. Faleminderit shumë. Ndërkohë do ikim në reklama dhe do të kthehemi pas pak. Qëndroni me ne.